Korça është mbushur me atmosferë festive në ditën e Krishtlindjes, duke u shndërruar në një pikë takimi për qytetarë nga e gjithë Shqipëria, por edhe për emigrantë që janë kthyer nga Greqia për të festuar pranë familjeve të tyre. Dekorimet, drita shumë ngjyrshe dhe gjallëria në rrugët e qytetit kanë krijuar një klimë të veçantë gëzimi dhe harmonie. Qytetarët shprehen se Krishtlindja mbetet një nga festat më të rëndësishme familjare, e cila festohet kryesisht në shtëpi, pranë prindërve dhe të afërmëve, duke ruajtur tradita ndërpreza. Shumë prej tyre tregojnë se kanë ardhur posaçërisht nga Greqia për këto ditë feste, ndërsa të tjerë kanë zgjedhur të qëndrojnë edhe për festimet e vitit të ri. Të gëzuara edhe gjithë të mira për gjithë njerëzimin. Nga keni ardhur? Nga Greqia. Si kaloni festat këtu me familjarë? Shumë mirë, me familje. Me familje, me prindër, me familje. Shumë mirë, këmë festojmë dhe familjarisht me... nga që më ka emrin dhe cupa, jetojmë në Greqi, për festat kemi ardhur. Sa ditë do të qëndroni? Vetëm sa të mbarojmë festat dhe për vitorin dhe do ikim. Vizitorë nga qytete të ndryshme të vendit, si Lushnja apo Durrësi, kanë zgjedhur Korçën për të kaluar Krishtlindjen me miq dhe familjar, duke e cilësuar qytetin si një nga destinacionet më të bukura gjatë kësaj periudhe. Ata theksojnë se atmosfera festive, organizimi i qytetit dhe kushtet e favorshme të motit e bëjnë Korçën tërheqëse për pushime të shkurtra dimërore. Nga Lushnja. Kemi ardhur 2-3 ditë me disa shokë për Krishtlindjet dhe uroj nga zemra gëzuar Krishtlindjen e gjithë shqiptarëve. Është një atmosferë shumë e bukur. Koha është e mirë pati disa ditë shi, por fatmirësisht tani është çdo gjë në rregull. Reka sot është në shtëpi, ku ftohet me prindrit, me fëmijët. Nëse darka, dalim. Kanë ardhur familjar nga jashtë, nga emigracioni? Jo, normalisht ne kemi ardhur këtu se rrim në Durrës. Unë kam prindrit këtu dhe kemi ardhur të festojmë me ata bashkë. Si po duket atmosfera këtu? Bukur. Korça, okay, si gjithmonë çdo vit është e ka shumë bukur atmosferën e Krishtlindjes. Unë jam lindur dhe rritur në Korçë, kështu që njoh mirë Korçën dhe Korçën e dua nga në të gjithë pjesët e veta, thënë. Për shumë familje, festimet e Krishtlindjes shoqërohen edhe me momente të veçanta personale, si festimi i emrit apo i datëlindjes, duke e bërë këtë ditë edhe më domethënëse. Korça vijon të ruajë identitetin e saj si qytet i festave, duke ofruar çdo vit një atmosferë të ngrohtë dhe mikpritëse për banorët dhe vizitorët. Qyteti mbetet një vend ku tradita, familja dhe gëzimi bashkohen natyrshëm, duke e bërë Krishtlindjen një festë të përjetuar me emocione të veçanta.